Të dashur miq dhe anëtar të familjes, mirë se erdhët në këtë ditë të veçantë dhe të paharruar për ne të gjithë. Me nderën më të madhe e hapi ceremoninë e kurorësimit të Brilanës dhe Libanit. Nëse të kanë bërë në herët të Kosovës bura vetëm, fjala martesë dhe gjuhësimën emër të shkërorë. Që i të shkërorë rati. Ky shi do na vjen një martesë të lumtur ashtu siç është edhe thonja. Sot ne festojmë jo vetëm bashkimin tonë, por edhe një udhëtim të jashtëzakonshëm që kemi ndërmarrë së bashku. Ti ke lënë gjithçka për mua, familjen tënde, qytetin tënd të lindjes, vjenën, punën, ti ke vendosur të zhvendosësh në Bruksel, duke sakrifikuar shumë për dashurinë tonë. Ti gjithmonë bën kokën lart dhe këmbët në tokë, edhe në momentet më të vështira. Ëndroj të krijojmë familjen tonë dhe shpresoj që një ditë fëmijët tonë të mund të dëgjojnë këto fjalë dhe të kuptojnë se sa e jashtëzakonshme është nëna e tyre. Distanca nuk ishte e lehtë, por në të njëjtën kohë ajo na bëri të kuptojmë se dashuria jonë ishte diçka e veçantë dhe e vlefshme për të luftuar për të. E kuptova se ti je forca ime dhe personi që dua të kem pranë gjithmonë. Dhe kjo është një nga qëndësitë që më ka malitur që nga fillimi. Ajo që më ka tërhequr më së shumti tek ty është ndëshmëria jote dhe modestia. Ti je një njeri i drejtë dhe i sinqert, gjithmonë i hapur dhe i ndershëm në fjalët dhe veprimet e tua. Faleminderit për gjithçka që bën,
Faleminderit për gjithçka që jeni.